Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, në një kohë kur stresi, ushqimi i përpunuar, mungesa aktivitetit fizik pra jeta sedentare janë pjesë e përditshmërisë tonë, balanca hormonale prishet. Sot do të flasim për testosteronin, hormonin kryesor mashkullor tek meshkujt edhe tek të rinjt, të cilët në ditët e sotme për shkak të këtyre faktorëve, por dhe shumë të tjerë, sa vjen edhe po ulet sidomos në moshat e reja. Çfarë po ndikon dhe si mund të rrisim testosteronin tek meshkujt në mënyrë natyrale? Jemi doktor Ylli Merjan. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Japim edhe disa formula, disa përgatesa të vogla, të cilat mund t'i ndihmojë ata të cilët kanë testosteron të ulët, por më parë le të kuptojmë se çfarë është testosteroni dhe cilat janë funksionet e tij në trupin mashkullor. Po, patjetër. Atëherë, është një hormon i cili në trupin e mashkullit është në vlera të larta, nga 500, 300, 500 deri në 1000 nanogram për decilitër, por që gjendet edhe tek femrat, por në raporte shumë herë më të ulta. Por që tek të dy personat, pra tek të dy këta njerëz, ky ka një funksion shumë të rëndësishëm në organizëm, edhe pse është në këto vlera pothuajse kaq të ulta. Për shembull, nëse do të marrim për shembull një mashkull dhe ka testosteronin e lartë, ai do të jetë si ky në figurë. Pra me një trup muskuloz. Jetë, nuk kemi zbuluar plotësisht, nuk e di Leduolli është enkas për të treguar që si duhet të jetë trupi një mashkulli. Po, patjetër, po. Pra, ka një masë muskulore të madhe, ka një lidhje midis muskujve dhe kockave shumë të fortë dhe ka kocka të forta dhe të shëndetshme. Këta njerëz janë të prirur që ta mbrojnë këtë strukturë për një kohë shumë të gjatë. Pra, nuk vuajnë më nga ajo humbja e masës muskulore dhe nuk do të vuajnë, nuk do të preken, si thuash, nga osteoporoza. Por nuk mjafton vetëm kaq. Atëherë, ky tregues i lartë, kjo gjendje fizike rrjedhimisht do të shoqërohet edhe me një libido të madhe. Është aktiv, edhe ka energji, ka një humor, ka një balancë në ruajtjen emocionale të trupit të tij. Pra është, si thuash, me parametrat brenda vlerës, por nuk është tek ajo 300 që thash unë, po ndoshta është tek vlera 1000 maksimale. Krahas kësaj, ky nivel testosteroni, ky tregues fillon që të na japi vlera shumë të mira edhe në drejtim të eritrociteve, pra në drejtim të prodhimit të rruzave të kuqe të gjakut. E duke qenë i tillë, atëherë organizmi edhe proceset e tij nervore, pra gjendjet psiqike, aktivitetit, veçoritë psiqike, nuk i zhvillon si një njeri i lodhur, si të themi, por është aktiv dhe është emotiv gjatë gjithë ditës. Ka një humor të këndshëm e gjithçka. Si të thuash, i ka me vërtet punët në vit dhe do që të bëjë edhe pak humor në mënyrë që dashur pa dashur, ky ta mbajë nivelin e testosteronit në trup në nivele gjithmonë në vlera të larta. Krahas kësaj, ky person, për shembull, nëse flasim për një njeri që tregon shumë kujdes për mbajtjen e testosteronit në nivele të larta, ky nuk duhet të merret vetëm me forcë, kështu me ushtrime fizike, por do të jetë një seri faktorësh që ky duhet i respektojë gjatë ditës në mënyrë që testosteroni, i cili është një hormon mashkullor dhe që varet shumë nga mënyra se si neve reagojmë me ambientin dhe me mjedisin, atëherë do të dimë që edhe në rastet kur ai ulet, pa diskutim që do të gjejmë mënyrë dhe rrugë për ta ngritur. Si të thuash, pa ka një limit deri ku mund të mbahet pastaj balanca, nëse testosteroni është shumë i ulët, a ka mundësi që të arrijë vlerat që dëshirojmë? Po patjetër. Dhe a lidhet kjo me moshën? Pra në çdo moshë mund të kemi mundësi të arrisim testosteronin? Po, pra le të themi që shiko tashin, një njeri lind dhe ikën këmbadorazi, zvarr këmbadorazi, çohet në këmbë, ecën, vrapon, pastaj fillon të kruset pak, pastaj fillon të mbajë një bastun kështu, e nga një herë edhe ndonjë mjet ndihmës tjetër e kështu me radhë. Pra si thuash, kjo është jeta e njeriut. Por
Një njeri që e mban trupin drejt gjatë ditës dhe është kërkues në vetvete, ai nuk do kërruset si dikush tjetër. Pra, ka ditur ai si t'i shmanget kësaj. Një njeri që bën ushtrime gjatë ditës, nuk e ka të cervikalen shumë të theksuar. Do me thënë, truri ushqehet shëndetshëm. Atëhere, po ushqyet truri shëndetshëm. Po qese proceset e metabolizmit do t'jenë brenda atyre kuadrateve ku organizmi si njëjtër të funksionojnë në mënyrë të sinkronizuar, atëhere edhe balanca, si të themi, midis testikujve, hipofizës dhe hipotalamusit do të jenë në harmoni gjatë gjithë jetës dhe këto do të dinë si të ruajnë njëra tjetrën. Nëse ne do të tregohemi për shembull, po le të themi do marrim një mashkull i cili do ushqehet me gjërat për shembull që hanë më tepër femrat. Do vendosim parfume në fytyrë, tamam si femrat. Do vendosim që atë jetën ta bëjmë për shembull duke luajtur PlayStation, duke luajtur me telefonin, duke bërë një jetë sedentare, atëre ky njeri ndoshta nga padia po prish parametrat e tij hormonal. Pra po thoni që edhe parfumi ndikon në çekuilibrat hormonal? Po, sigurisht që po. Ne nuk e përmendëm kot lidhjen midis sistemit nervor edhe testikujve. Por, shiko çfarë bëjnë hipotalamusi dhe hipofiza. Shiko, këto mundohen që të nxitin testikujt të prodhojnë hormonin e testosteronit. Kur neve vendosim një parfum në fytyrë, që më të shumë që ku të duam, në sqetulla, në trup, në fytyrë e kështu me radhë, këto do të kapen nga receptorët e hundës. Dhe ky do të marri diçka për shembull dhe thotë, "Oh, kam një parfum, po vret mendje se çfarë është." Kjo pak rëndësi ka për neve. Sistemi nervor tashin ngatëron. Dhe mendon se kjo aromë parfumi që e ngrë pak aktivitetin e sistemit nervor, se ai sikur të tërheq në botën e tij ai parfumi, mendon që niveli i testosteronit po rritet në organizëm. Dhe çfarë bën ai? E ul prodhimin e tij dhe hedh estrogenin, një hormon tjetër. Femëror. Po, kështu që ky hormon i dytë tashmë nuk tregon më forcë mashkullore. Po edhe tek femra, për shembull, nuk tregon më një nevojë për libido, për marrëdhënie seksuale, por tregon për një gjë tjetër. Do me thënë, rendim tek një estrogen i ngritur, që do të thotë, do të tregojmë kujdes për një lëkurë më të butë, më femërore, për ato fjalët më femërore, po të tregojmë kujdes për thonjë, për t'i lyer, për t'i bërë e kështu me radhë. Pra, kjo disbalance e madhe, ulja e testosteronit dhe rritja e estrogenit reflektohet erdhi në këtë rast vetëm nga kjo. Ne gënyem sistemin nervor, ky mendoi se, shiko, trupi e pas ka nivelin e testosteronit e ngritur, dhe po të jetë i ngritur testosteroni, përsëri ka efekte negative në organizëm. Bëhet një njeri i papërqendruar, bëhet si thua pak i egër në marrëdhëniet me njerëzit, nga njerë shfaq shenja nervozizmi dhe truri si thua për të mos harritur në këto pika kritike, e ul prodhimin e testosteronit. Po e ul sepse është mashtruar, është gënyer, jo se në të vërtetë ishte le të themi 700 nanogram për shembull për decilitër. Po, të tjerë shkaqe, të tjerë faktor, përmendëm disa të cilat faktor të tjerë që e ulin për shembull, po neglizhohen pa e ditur. Për shembull, ka të rinj që ata shtrihen për gjumë në orën 2 të natës. Kanë prishur atë balancën, jo më balancën cirkadiane, por kemi arrit në një balancë tjetër. Nga ora 12 e natës deri në 3 të mëngjesit, mëlçia si thua bën një detoks, një pastrim dhe një rregullim të qelizave të saj. Po ajo trupin dhe trurin e do në qetësi. Kur ti je aktiv, ajo nuk ka kohë të merret me këtë punë, se do të rregulloj proceset e tjera. Jo tretjen, jo proceset e menaxhimit të kolesterolit, të çojë yndyrë në për qeliza që të digjen ato, se ky do energji. Pra, filluam ta prishim pak të. Po qëndrojmë, shohim televizor, për shembull, ose kjo sëmundja që po e bren brezin e ri telefonin. Ekranet. Pra,
Pra përveç se qëndrimi deri në orët e vona, po këto qëndrime shoqërohen dhe me ekranet përballë. E vret shikimin 3 herë më fort se televizori. Pra drita e telefonit është shumë më e fortë se e televizorit. Është minimalisht 3 herë. Ajo vret nervin optik, nuk diskutohet. Kjo fuqi drite pasqyrohet në tru. Truri me kalimin e kohës do thotë ta zbeh pak dritë që më vjen, e çfarë do bëj? Do krijoj një perde aty. Tek syt. Pra, shiko si bie organizmi krejtësisht në mënyrë të paditur. Atëre, mbaruam edhe me këtë proces. Kemi të tjera, për shembull, unë vëre që kur shkojnë njerëzit në për restorante, marrin ca gjëra që atyre ndoshta duket me të maskuara mbi vete, kështu e po ta shohësh ai ka një copë mishe mbi vete, ca xhelera, ca gjëra e kështu. Atëre, sa më pak nga këto shtesa. Merë ëmbëlsira për shembull, edhe ajo është e përzier me 10-15 lloje të ndryshme. Edhe kjo ka gjëra të maskuara në brendësi që dashur pa dashur do të na ndikojnë për keq pra në uljen e testosteronit. Dhe jo vetëm, edhe në shumë procese të tjera, po me që po flasim për testosteronin, patjetër që ka një ndikim të drejtë për drejtë, mënyra se si ushqem, se si flem. Po mënyra si ushqemi, unë kam qenë mbaj mend, isha më duket një 10-12 vjeç, dhe po vija nga Tirana me tren për në Ballsh, do shkoja në fshat, një vic. Edhe ishim ulur 6 veta, një grua plak, unë edhe 4 të tjerë ishin shoksh. Dhe filloi njëri nga ata, kam ngrënë brëndha një tranat shishme, tha e këndshme e kështu. Unë tha një çaj të veçantë, tha nga kështu, dhe edhe një copë djadhe e kështu. Filloi dhe ai tjetri po kështu. Edhe u thot kjo plaka, a tu thot një gjë nëna, i tha. Po i than ata, kjo u fut rishas. Unë isha fare. Edhe tha, dëgjoj, tha, unë u dëgjova me kujdes, tha. E që të mos u bëjnë juve gratë, tha, që të kërkojnë, tha, për të bërë dhe ato një qik qej, tha. Që dojë bështi gruas me trana, po ti me qaj, po ti kështu. Burra qena, tha, hani shpatull mish, tha, edhe vazhdonin punën. Po pra, po e hani shpatull në mishit, po e hani nga mishi mirë, i rritur në natyrë, pra, edhe shpatull mishi, po pa gjëra brënda, kështu, qingla-mingla që hajta gënjejmë njeriun. Pra, duhet vemi tek ushqimi, tek ai ushqimi i mirë, tek ai ushqimi që është në rritje natyrale, jo me hormone, dhe pa diskutim që këtë treguesin e testosteronit, meshkuj do ta kenë në vlera të larta. Po kështu edhe femrat, megjithse këto mund të themi e kanë nga 6 deri në 10 herë më të ulët se sa meshkujt. Sigurisht, dhe prandaj femra ka më pak peshë trupore, ka më pak masë muskulore, ka kockën pak më të brisht, më të dobët e kështu me radhë, vetëm për fajin e kësaj, për shembull. Por nëse kjo është më e ulur se kjo normë, atëhere, pra po t'jetë me ullur se 50, për shembull nanogram për decilitër, t'jetë 35 e kështu me radhë, edhe tek femra fillon që të shuhet dashur pa dashur kjo dëshira e lipidos për marrëdhënie seksuale, për shembull. Në këtë lloj industrie masive ku të rinjt konsumojnë ushqime jo natyrale, po ushqime të ngarkuara, të përpunuara, të industrializuara, si e shikon të ardhmen, doktor? Se po flasim për testosteronin e të rinjve, një rënje e nivelit të testosteronit tek të rinjt kryesisht. Po, në të vërtet është shqetësuese. Po të veprojmë, po të ecim në këto rrugë kështu, pa ditur se ne duhet ta mbrojmë trupin ton në të gjitha ekuilibrat e tij, pasojat do të jenë të tilla. Për shembull, nëse ne do të marrim, do të shikojmë njerëzit që vinë në klinikën tonë. Ka që vinë edhe për këto problematika, pra këta nuk janë në gjendje që të lënë një trashëgimtar, për shembull. Ka edhe shumë shkaqe të tjera, më kupton? Por ajo duket që këto shkaqet në një panoramë janë të gjitha. Shumë, po patjetër. Shumë ka lidhje me këtë, me mosdijen, domethënë. Pra ky është keq trajtuar dhe ka arritur në këtë pikë, që do të thotë nuk ka më spermatozoid me progresion të shpejt. Nuk ka spermatozoid me formë të rregull, që tjetë ashtu si shigjet, po janë të shtrëmbër, pa bisht, pa kokë, e kështu me radhë. Pra është një çrregullim në cilësinë e spermës, që rrjedhimisht ka lidhje me këtë. Pra shiko, u fut në rreshtat e infertilëve edhe një njeri tjetër. Por ka njerëz të cilët
me zi e hedhin një fëmijë në dorë, për shembull, dhe shfaqen ato dobësitë e tyre në marrëdhëniet seksuale. Dikush do thotë, banale kjo. Po jo, më vjen një moment për shembull që s'është as pak banale, madje duhet të jetë as tabu për ta treguar në ekran dhe për të dhënë këshillat e dura. As edhe turp për të shkuar tek mjeku dhe t'i thotë, shiko, ne si çift kemi këtë problematik. Dhe si mundet që kjo të zgjidhet. Dhe patjetër që, shiko, mjekësia sot, shkenca, ka zgjidhje, ka gjetur mënyra të shumta, por unë do të thosha, si që është ai parfumi që është industrial dhe që dashur pa dashur na i ul testosteronin, mund të përgatitet një parfum natyral që të ketë këto vajrat esenciale të bimëve. Dhe kjo nuk e bën atë veprim negativ në organizëm, por bën të kundërtën, të jep një mobilizim të përgjithshëm dhe të ndihmon që këto proceset hormonale, jo vetëm të testosteronit, por edhe të tjera të mos prishen. Po. Si do ishte për shembull një parfum natyral, doktor? Meqense ju e përmendët, duke përzirë disa lloj vajrash? Do të ishte shumë më mirë, po. Sikur të mbaheshim tek ajo tradita, për shembull, e vjetër, e atij trëndafilit, sikur të gjënim këtë barbarozën, zhumbrica që ka një aromë shumë të mirën, livando që ka një aromë shumë të mirën, bari bletës gjithashtu. Vajra, të gjitha këta? E duke bërë për shembull ndoshta një kombinim sipas raporteve, atëherë nuk do të rritej për shembull kortizoli, nuk do të kishim njerëz nervoz. Pse? Se bari bletës e qetëson këtë. Dhe thonë ca ashwagandha, duhet përdorur kjo. Jo. Ke barin e bletës, ke mendrën e butë, ke këtë livandon, ke sherebelin, që janë bimë të tokës tonë dhe ndihmojnë në qetësimin e sistemit nervor. Këto ulin kortizolin, ulin nervozizmin dhe organizmi pastaj vepron në mënyrë të sinkronizuar për të marrë dhe për të mbajtur atë testosteronin në nivelin e duhur. E thash për përpunën e parfumit se është diçka e përditshme që përdorin dhe të vegjëlit dhe vajzat, kështu që më mirë duke gjetur disa alternativa se ka ardhur koha të gjejmë alternativa natyrale për të shmangur sa më shumë kimikateve, të cilat sigurisht po prishin atë balancën hormonale, sepse hormonet dim që janë dirigjentët e trupit tonë. Duke prishur këtë orkestër dhe këtë dirigjim, sigurisht dhe funksionet dobësohen. Ose le të vemi te tartufi, po, tek tartufi, cilin shumë thjesht, mund t'i marrim ato tuberet e tartufit, t'i pastrojmë mirë, i grim dhe mund t'i vendosim ose në vajin e ullirit, ose në mjalt. Që të dy, edhe vaj ullirit, edhe mjalti, janë dy produkte natyrale që me vërtet ndihmojnë në mbajtjen konstant të vlerave të testosteronit. Këto vlera maten përmes analizave, besoj? Po patjetër, unë përmenda që para ato vlerat, për shembull që një testosteron normal duhet të jetë për shembull tek meshkujt nga 300 deri në 1000 nanogram për decilitër. Tek femrat nga 30 deri në 50-70. Atëre, ky është testosteroni si thua total. Por, le të vemi pak më tutje, pra të depërtojmë më në brendësitë të tyre. Ai që është më aktiv dhe që e mban njeriun aktiv të jetë në lëvizshmëri të plotë e kështu me radhë, është testosteroni fri, ose ky i liri. Atëre, ky po të jetë në raportin e totalit 3%, 3.5, 2.5 e kështu, është shumë mirë dhe është brenda normës. Pra, testosteroni i lirë, ky i jep këto energjit shpërthyese, ky e krijon edhe atë libidon, ky krijon edhe atë zhdërvillësinë, le të themi, gjatë marrëdhënieve seksuale. Qartë. Pra këto analiza duhet i bëj çdo mashkull për të parë pasqyrën e tij hormonale. Ku ndodhet, po. Dhe kur duhet të shkojë? Kur fillojnë këto shenja? Çfarë simptoma duhet të ndjejë? Ti përmendim hap pas hapi, pas publicitetit, që ti tregojmë të detajuara se kur duhet të shqetësohet një mashkull nëse ka apo jo testosteron të ulët. Cilat janë shenjat apo simptomat që tregojnë se një mashkull ka nivele të ulta të testosteronit? Çfarë përjeton, çfarë ndjen ai? Atëherë, ndjesitë e para janë lodhje, një këputje trupore, dhe një rrallim, le të themi, i marrëdhënieve seksuale. Rënje dëshirës. Rënje dëshirës, jo vetëm që s'ka dëshirë për shembull, por
edhe ai si proces nuk i vjen kështu në mënyrë të natyrshme, dhe ai vjen gati sikur harrohet. Atëherë fillon edhe nga njëherë një ftohje e marrëdhënieve në çift, sidomos tek çiftet e reja, dhe ky njeri pastaj bëhet nervoz në veten e tij. Pra, dashur pa dashur, fillon që të rritet kortizoli. Por le të ecim më tej për shembull. Atëherë, prostata prapë është një organ mashkullor që edhe kjo ka një funksion, që gjatë marrëdhënieve prodhon një lëng kështu prostatik, po që është edhe qendra dashurore e burrit. Po nuk ishin këto në lartësinë e duhur, dhe prostata fillon të degeneroj nga funksioni i saj, që do të thotë, fillon edhe kjo të zmadhohet në terezinë e saj. Pra u krijua edhe një problem tjetër. Atëherë, ka plot të tjera pastaj që në lidhje, në varg me njëra tjetrën, si thua, ky zinxhiri i jetës fillon sikur të hollohet dhe ndoshta të kputet tek këta lloj njerëzish, në qoftë se ata në vetveten e tyre do të mbulohen nga nervozizmi dhe plogështia. Pra, në momenti që ka një lodhje, një këputje, një rallim të marrëdhënieve, ky duhet të bëjë të paktën një kontakt me mjekun, ose të shkojnë në një laborator të bëjë, sikur me pakta, testosteronin dhe testosteronin free. Pastaj, mund të bëjë përsëri një SHBG në laborator, pra një hormon seksual, por mund të bëjmë edhe LH dhe FSH. Pra, një është hormoni luteinizues dhe tjetri është hormoni që lidhet me fertilitetin. Atëherë, nëse këto kanë rënë me vërtet që të gjitha, atëherë ky duhet analizoj pse po më ndodh kjo gjë. Pra si veproj unë, se ne nuk folëm kot që organizmi, në veçanti testikuj dhe sistemi nervor, në raport me këtë testosteronin, vepron në mënyrë të ngushtë, në lidhje të ngushtë me atë çfarë njeriu bën gjatë ditës. E kuptova. Atëherë ky duhet të bëjë ca korrigjime, pa diskutim. Dhe këto korrigjime sigurisht do të fillojnë me ushqime plogështia, vrap dhe ushtrime force, në të kundërtën e saj. Po, nervozizmi me një dëshirë ti flasi gruas me të mirë, të përqafohen, të bëhen, po patjetër. Po s'ka dëshirë ai, duhet ta ndihmoj edhe pak gruaja mbase. Se përderisa këto nivele janë të lidhura drejt për së drejti me energjinë seksuale. Më vinë mua kështu çifte kështu dhe marr i them, ishte burri për shembull që ishte në këtë rrugën e tij të nervozizmit e kështu. Edhe i them gruas, unë gjasme i shkrova një recetë, do e puthësh 40 herë në ditë. E morja gruaja e lexoi, doktor më tha, rënd më dënove, po unë do ta bëj, tha. Pra, edhe gruaja duhet ta... Po pse 40 ja dhe? Kishte dhe një arsye kjo shifra? Po unë thash për humor. 40 mëkatet ishte një libër. Mirë. Pra, edhe afërsia në çift ka shumë të bëj, por shumë e rëndësishme është ushtrime force, ngritje peshash, vrapi dhe do të vemi tek pa diskutim tek ushqimet. Po, tek pjata. Çfarë do të ndihmonte, cilat bimë, përzierje, ushqime do të ndihmonte te rritja e testosteronit? Nuk zgjidhet kjo punë nëse do ham domate, sallator, gjethera e kështu me radhë. Atëherë, do disa ushqime, po vitaminoze, tamam, do vitamina ajo punë. Atëherë, ku i gjejmë këto? Po i gjejmë për shembull tek arra. Po i gjejmë te bajamet, tek lajthi, tek këto, por njëkohësisht mjalti dhe mbi të gjitha, le të themi, që rregullon edhe anën nervore, edhe rritjen e testosteronit, është qumshti i bletës. Krahas këtyre, erzat luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Mora njëherë në Amerikë një libër, një 3 kg, afrodiziakët, gjithë aty kishte, për shembull, specin djegës, kishte vaniljen, kishte kanellën, karafilin, pak edhe 5 bimë gjithsejt. Ku vendin e parë, në ato bimë të zinte tribolis, ishte kjo epimedium macum, mungon të kjo trumza e Julianit, kjo mikromeria Juliana, e cila, tash kjo është në rritje e sipër, e ka më të ullët nivelin e aromës, por është një bimë që rritet në majën e shkëmbit. Dhe kjo, gjatë marrëdhënieve, kjo jep si thuash një kohë zgjatje të më tej se norma. Si çaj, mund ta përdorësh si çaj, mund ta hedhësh, kjo është si thuash në një familje me trumzën.
por edhe trumza në atë gjuhën e saj latine, për shembull Satureia montana, forcë do të thotë, forcë, pra një forcë nga mali. Pra edhe kjo është me vërtet forcë nga mali në marrëdhëniet në çift. Mikromeria Juliana, mund ta shkruaj njerëzit dhe do ta gjejnë në internet pa diskutim. Po. Por ka disa tubere që unë i përmenda, për shembull, që është tartufi. Tartufin, të bardhin ose të ziun, mund ta agrim kështu në copa edhe ta vendosim. Për shembull, nëse do të hedhim afërsisht 30-40%. Pra këtu brenda mjaltit keni vendosur kemi një tartuf të grirë, po. Pra shiko, tash ja unë e përzjeva kështu. Dhe njeriu mund të marri pak nga ky mjalti dhe një copë tartuf sa një kokër lajthie. Edhe kjo fillon që na tregojë një përkujdesje edhe për sistemin nervor, edhe për rritjen e testosteronit dhe të potencës maskullore. Po. Janë farat e kungullit, të cilat, ose dhe vaj kungullit, po farat në veçanti prania e zingut në të, ndihmon në rritjen e testosteronit. Atere, sa mund të konsumojmë? Për një lugë gjellë në ditë, fara kungulli ishte mjaftueshme. Arra, për shembull, 4-5 kokra në ditë janë të mjaftueshme. Ndikojnë për sistemin nervor, ndikojnë edhe për anën tjetër hormonale. Mund të merret kjo rrënja e makës. Kjo maka bëhet si pluhur. Një pluhur, për shembull, po. Ishte një agronome nga Dibra, më solli këto tuberet e kësaja, shumë herë më të mëdhaja se patatja e zakonshme, dhe kishte arritur që shiko, nga një lartësi 4000 metra, ajo kishte bërë në 800 metra mbi nivelin e detit. E ka rritet edhe këtu, në vendin tonë. Po. Ajo çfarë do, për shembull, që ta industrializoj pak, ta shtoj dhe pak si sipërfaqe, se kjo agronomia e bëri thjesht sa pranë eksperimentale, të marri një linjë tharje edhe bluarje, dhe kjo do t'ju vi shumë mirë në ndihmë njerëzimit. Me kos, në çaj, si përdoret? Më mirë tek kosi, ose nëse do t'i kemi kështu si zhardok, t'i marrësh edhe t'i grish, t'i bësh gjellë si patatja. Nëse do të përdorim shafranin e kuq, për shembull. Edhe ky ka një veçori, sepse jep sistemit nervor një rifreskim të tij dhe një ruajtje të një balance. Që do të thotë, ky do të më ruaj shumë mirë balancat hormonale, jo vetëm testosteronin, por edhe të tjerat. Dhe i ruan ato të forta, do me thënë, në qoftë se testosteroni do të degenerojë, që ta quajmë kështu, do të ulet vetëm nga mosha, nga rritja, nga plakja, por jo nga faktorët e tjerë. Që përmendëm. Ose të mos ta lëm për shembull trupin të na dhjamoset, sepse po u dhjamos trupi, ajo yndyra e barkut që mbështjell për shembull këtë pjesën para mbrapa e kështu nuk diskutohet, atëherë kjo do të na çojë dashur pa dashur në uljen e testosteronit. Dhe nuk përmenda kotun atë forcën që thash, pra po të bëhen dhe ushtrime, edhe muskujt e barkut forcohen dhe bëhen. Po, sigurisht. Këto që përmendëm do japin ndikim, po ndikim më të madh është forca, peshat, aktiviteti, energjia. Ushtrimet fizike, marrëdhëniet e mira në çift, edhe rregullimi i këtyre ushqimeve. Unë do thoshja këto të treja janë 3 kolona që njeriu e mirëmban veten në mënyrë të mrekullueshme dhe pa i lejuar që këto hormonet të çalojnë ose të na degenerojnë në një krah tjetër. Çfarë ndodh ose pse disa meshkuj kanë gjoks femrash, kanë një gjoks të madh? Çfarë lidhje ka testosteroni apo hormonet e tjera? Dikush më thotë që po jam nisur për vajzë, por do la djalë. Jo. Testosteroni. Pra nuk është shëndet, por që kanë gjoks të zhvilluar. Është hormoni i testosteronit ka degeneruar në një hormon tjetër, në estradiol. Kjo tashin nuk është më masë muskulore, por është depozitimi një dhjami, ashtu siç depozitohet dhjami në pjesën e barkut, po ashtu depozitohet edhe tek gjoksi. Por estradioli tek kjo kategori njerëzish del e lartë. Si mund ta eliminojmë këtë gjë? Për shembull, nëse do bëjmë një dush, për shembull, në fund të dushit me ujin e nxehtë, i kalojmë trupit 10-15 sekonda në ujë të ftohtë. Kjo diferencë është një lloj shoku për trupin, por që është i shëndetshëm edhe për trurin, por është i shëndetshëm. Pra fillon trupi ta mbledhi veten, ta rimarrë dhe ta
riorganizoj vetveten, edhe njëkohësisht lëkura e barkut fillon të kurret kështu në mënyrë uniforme dhe të menjëhershme, të trashet, që edhe i ftohtit mos na depërtojë nëpër organe. Ndaj edhe mblidhet për të mbrojtur. Trupi mblidhet, por kjo diferencë ndryshimi e temperaturës, trupi jep komandën që truri dhe mëlçia pa tjetër të rrisin temperaturën e brendshme, duke marrë yndyrën, dhjamin e duke e kthyer në energji. Pra kjo ndodh kur nga i nxehtë kalojmë në të ftohtë, apo nëse gjithë procesin e larjes ta zhvillojmë me ujë të ftohtë, sepse efekti besoj është kur nga i është nxehtë. larje me ujë të ftohtë është një konstante. Okej. Kurse kur kemi ndryshime, kjo është e mrekullueshme. Atëherë fillon të kurja. Patjetër organizmi, sikur 2-3 gram, 5 gram dhjam do i marri ti djegi në çast për të mbrojtur. Po patjetër dhe këtë veprim e kryen mëlçia për të mbajtur temperaturën e trupit, se ne po e ulim për shembull nga 38, po e quajmë që është ujë i ngrohtë, po e çojmë në 20. Atëherë ky ndryshim duhet që organizmi ti kundërpërgjigjet me një. Pra ai reagimi që ne bëjmë nga i ngrohti ose i vakti në të ftohtë është i mirë dhe për trurin, ju thatë, apo jo? Po nuk diskutohet, por estradioli nëse ka filluar që të rritet, dhe gjokset ka burra që ju varen shumë kështu dhe tunden si të grave, atëherë këto gjokset do fillojnë të rrudhosen dhe estradioli do fillojnë të zvogëlohet në përqindje. Që do të thotë, dashur pa dashur, organizmi do fillojnë të na rrisi pak testosteronin. A ka lidhje dhe pjesa e qimeve tek meshkujt me nivelin e testosteronit, pra mund të bëhet një dallim i tillë, meshkujt që janë një femër që, si thua, ka shumë qime në fytyrë, në veçanti mjekra dhe mustaqa, e ka testosteronin të ngritur. Pra për te niveleve që duhet të ketë një femër. Mbi atë që thash, mbi 70 nanogram për decilitër. Kjo është e prirur që të ketë kështu mustaqe dhe mjekër. Ndërsa, një mashkull për shembull që nuk ka qime, duhet ta ketë testosteronin të ulët. Pa diskutim. Është pra edhe e dallueshme në paraqitje. Po patjetër, pra nuk na ndikon estradioli në këtë rast, por estrogeni. Pra është ulur, është transformuar testosteroni në estrogen. Dhe këto qimet fillojnë të na rrallohen kështu. Fytyra merr një pamje femërore kështu. Edhe lëkura bëhet tamam e lëmuar dhe butë si e femrës. A mund të jetë e trashëguar kjo pjesa e niveleve të ulta, apo vetëm faktorët e jashtëm ndikojnë? Nuk diskutohet që mund të jetë e trashëguar. Pa diskutim që mund të ketë lidhje, por më së shumti unë them që njerëzit ja bëjnë vetes. Se ja dakord, po unë i pyes nga njerë kështu, sa vëllezër dhe motra e juve, dhe thot ai 5, 6, 7. Do me thënë që prindrit e tij kanë patur probleme me fertilitetin. Hiç fare. Ndërsa në ditët e sotme fertiliteti për shkak të shumë faktorëve që u përmend edhe këtu pjesa e konsiderueshme. Pra jemi në rrugë drejt një infertiliteti. Si nga ana e meshkujve, po ashtu dhe nga femrat të cilat kanë probleme të tjera që lidhen me balancën hormonale, me dirigjentët e trupit ton, por që faktorët janë të njëjtë, shkaktarët janë të njëjtë. Po kjo pjesa e parfumit duhet patur parasysh edhe sprutësimi në lëkurë, për shembull, sepse shumica që kanë dëgjuar tani nuk dorim pa u lyer thonë me parfum. Nëse parfumin ne sprucojmë në rroba apo në flok, a ka ndikim të drejtë për drejtë në prishjen e balancës hormonale? Po pa tjetër, sepse ne e përmendëm këtë që ky parfumi do të thithet nga hunda, do të absorbojë, edhe në flok edhe në do të ngacmojmë pak sistemi nervor, dhe sistemi nervor bie në atë kënaqësinë e tij, thotë oj, pas ka në rregull punën. Por e di që i ka ardhur ujë brenda dhe pra bie poshtë kjo teoria që në lëkurë ose në rroba, se vjen përmes aromës. Tani doktor, kemi një foto? Të zgjedhim çfarë parfumi do të përdorim. Unë i di edhe çunat e kështu, edhe botën e tyre e kuptoj e kështu, duan nga ato që janë shpërthyese, por në të vërtet, unë do t'i adresoja drejt parfumeve natyrale. Sikur te këto dyqanet që janë kështu, për shembull, ti thot, a mund të më bësh një parfum, po me çfarë, me alkool, me këto esencat 1, 2, 3, 4 bim, dhe do t'ishte shumë herë më i mirë se sa një parfum shumë herë më i shtrenjtë. E kuptova. Kemi një foto që tregon një kavanos që ju e keni përgatitur ndoshta për ndonjë rast specifik të ndonjë pacienti që vjen tek ju me testosteron të ulët. Çfarë i keni përgatitur atij? Shiko, aty ka mjalt dhe janë të shtresëzuara, si thua, ara, bajame, lajthi, ka stika të qëruara aty në brendësi të tij, dhe kjo mund të konsumohet një lugë gjelle në mëngjes.
në mënyrë sistematike? Në mënyrë të vazhdueshme. Ai mund t'i grisë, nuk i duhet për foto artistike, por i merr i grin dhe i përzihen me mjaltin dhe i konsumon kështu. Krahas ushqimeve të tjera, qumshti i bletës, doktor, duke qenë se ju tham dikon tek rritja e testosteronit, sa herë të vit duhet të konsumohet dhe sa muaj gjatë vitit? Personat të tillë mund të marrin edhe 5 shiringa në vit, edhe 6 dhe asnjëherë nuk bëjnë keq. Le të marrim një larvë blete të vogël që noton në pështym, që është sa një pikël pështyme e vogël, dhe kjo noton në qumshtin e bletës, derisa kjo bëhet larvë e madhe. Atëherë, bëjmë raportin neve. Qumësh blete aty mund të ketë, le të themi, 200 mg, e pesha e saj mund të jetë në fillim 1 miligram. Kjo rritet, noton të ushqehet vetëm me këtë, dhe këto që e kanë fatin të ushqen me qumshtin e bletës, jetojnë 6 vjetë. Këto janë mbretëreshat. Ato që ushqen me qumshin e bletës punëtore, jetojnë deri në 60 ditë. Pra shiko çfarë diferencë. E kuptova. Faleminderit doktor, besoj se dham një informacion të qasjes natyrale për rritjen e testosteronit dhe këshillat të merren parasysh. Beseda do të jetë edhe në YouTube-in e Reze Dielli, në kanalin ton zyrtar, po ashtu edhe në rrjetet tona sociale. Ju falenderoj dhe ju uroj ditë të mbar. Patjetër. Përshëndetemi edhe me publikun ton. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi nesër me Reze Dielli.